أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Falënderimi takon Allahu subhanahu wa taala. Mëshira Allah qoftë me pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, me shokët e tij e të gjithë muslimanët. Allahu shpërblet ata që ka organizuar këtë iftar e imamin që na mundsoi me fol mas atina, edhe juve kretëve që jeni prezent. E lusë Allah subhanahu wa ta'ala që ibadetet që i bëjmë i këtë mujt shenjtë Ramazanit në i pranën. Do të me lutë krejt bashkë Allah subhanahu wa ta'ala që neve në fund me na quajnë xhennet. Për shkak se krejt angazhimi ju në shka është, krejt synimet e tona shka, krejt veprat e tona shka bëhon, edhe mundi që e bojmë është për me hjenë xhennet. E transmeton një hadith Imam Buhariu sahih e Imam Muslimin se e tij se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u kon të bëj tavaf në Mekë. Edhe bashkë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam zakonisht u kon Abu Bekri. Dhe nëse e shihni literatura gjithmonë e shihni pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me Abu Bekrin, pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me Abu Bekrin, pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me Abu Bekrin. Vazhdimisht në përcjelljet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë Abu Bekri. Dhe kjo jep një mesazh tjetër, jashtë asaj që dështë me fol, se njerëzit e fesë duhet me i shoqëru. Njerëzit të cilët i hecin proceset fetare përpara, ose njerëzit të cilët u prin çështjeve fetare, patjetër se duhet me pas njerëz që i shoqërojnë ata. Do të me pas njerëz që i ndihmojnë ata, do të me pas njerëz që i forcojnë, për shkak se gjithë secili prej njerëzve ka nevojë për ndihmë. Nëse ka pas nevojë edhe vetë pejgamberi jon Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Allahu subhanahu wa taala ka pas mundësi me quajtur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam vetë, një person, edhe me ndihmue me melek, mos me ndihmua me njerëz. Ka pas mundësi me quajtur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam e me ndihmua me ndonjë ushtri që nuk e shoh njeri, syni njerit. Dhe kreta mundësit i ka pas edhe i ka Allah subhanahu wa taala, por prej forcisë, prej rahmetit Allah subhanahu wa taala, është Allah me quajtur pejgamberin edhe me quajtur njerëzit të cilët i ndihmojnë atij pejgamberit. Masanena me quajtur njerëz të cilët janë trashëgimtar të pejgamberëve, edhe të tjerët mi u ndihmua atyve të cilët janë në rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe mëna me këtë çështje se ma voni inshallah na lidhet me disa mesele të tjera të rëndësishme fetare. Sa ishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të bëj tavaf me Abu Bekrin dhe bënin dua. E presunetit është në tavaf me bëj dua, me lutë Allahu subhanahu wa taala për çato nevoja që i ka rrubi. Vjen një beduin, njëri i katunëve të fella, i katunëve të larta, edhe ajnë tavaf me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe mërzitet. Thot ja Rasulullah, pejgamberi Zotit, ti çka s'po din mu lut. Edhe Abu Bekri që është shok me tyje, të net afër teje ka mësuar shumë gjalla. Sa ata që vinë afër njerëzve të diturisë, ose njerëzve të cilëve u prin proceseve fetare, i prin me ngrit fjalën e Allahut dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kush rrin me ta ka dobi. Dhe kush rrin me ta ka hajr në dynjë dhe në ahiret. Sa i përket dynjos, e thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shembulli i atij që rrin me njërin e mirë ose kur shembulli i atij që rrin me dikon që ato shik ose mirët me parfima. Ose e lynaj me parfime bërë këto vetëm ardhe la mirë dhe kiljen me la mirë për shkak të atina,
ose ka fituar vetë se ka një herë të mirë që ka nejtë me ta. Ose ai që rrin me njerin e keq, është sigur shembulli që rrin me farkatorin, ja rast jo se farkatori është i keq, ai është i mirë, ajo për punë halal, po për shkak për ngjashmërisë, ai që rrin me farkatorin ose i bën ndonjë gocë, e ja gjej teshat e veta, ose të paktën se nuk djegët e nin erën e keqe për atij farkatorin. Kjo sa i përket punës dynjos, sa i përket punës ahiretit, Allahu subhanahu wa taala edhe në Kur'an e ka përmend një krijesë që për neve është e nënçmuar, edhe kur dojmë ofenduar dikon, e ofendojmë me ofendim të rënd, me i thon dikujna, është me i thon dikujt qen. Edhe qeni zakonisht një krijesë të na që është i nënçmuar, nuk ka në far vlerë, as nuk ka në far pozitë, në far respekti. Allahu subhanahu wa taala për çudi një qen e ka përmend në Kur'an. Për çka ka përmend Allahu subhanahu wa taala këtë qen në Kur'an? Vetë se i ka shoqëruar njerëzit e mirë, ata janë ashabul kahf. Ashabul kahf kanë ikë prej vendit vet për shkak të kufrit, edhe për shkak të shirkut, që ka bëua kryetari aty vendi, që ka bëua mbreti aty vendi. Edhe ai ka dashur me shtjet të gjithë njerëzit në kufrin e vet, në ligjin e vet, në sistemin e vet, to kanë ikë me mbrojt fenë e vet. Me to u konë edhe një qen, me ta, me qëta njerëzit, u ka shku edhe një qen. Edhe ka Allahu subhanahu wa taala jo njëherë, po e përmend disa herë në Kur'an këtë qen. E komentatorët e Kur'anit ka thonë shkaku pse ky qen ka mri me shtije emrin e vet në Kur'an. Me shtije emrin ton në Kur'an, ose me hije emrin dikujt në Kur'an për smiri, është për çështje të rrolla. E shifni se Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, ku i ka përmend me emra njerëzit e mirë, janë shumë rrolla. Ose do të më konë ato pejgamber që i ka përmend Allah, ose të më konë gratë pejgamberve, ose të më konë shoqërues pejgamberve, ose të më konë evlija për evlijavet e Allahut, ose më konë shuhada që kanë luftuar rrugën e Allahut, ose më konë salihin të drejtë, ose më konë siddiqin që nuk kanë lëviz nga feja vet. Që si lloj njerëz, Allahu subhanahu wa taala ka përmend edhe ka shkruar emrat e vet në Kur'an. Këtë vend Allahu subhanahu wa taala ka shkruar emrin e një qeni për shkak të shoqërimit që ka bën njerëzve të mirë. Nëse ai ka fituar më përmend në Kur'an për shkak të shoqërimit që ka bën njerëzve të mirë, atëherë çka fitojmë na nëse i shoqërojmë ose i ndihmojmë ose rrim afër atyre të cilët kontributin e vetë japin për mundëri fjala e Allahut e sunetit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E këto që rrin nga njerëzve ditur, e njerëzve fetar, ta fitojnë dituri prej tyre, e ky sahabiu i bjeshkëve ka ardhur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thotë Rasulullah, ju kënaqet, çka s'po dini më lut? Që shit doje ka ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, lloj doje ka ditë Abu Bekri. Ka thonë ky beduini, ka thonë Rasulullah, unë s'po dije diçka tjetër, e vërdoje sikur që po dini më lut ju shkamas, veç për lusë Allah subhanahu wa taala, Allahumma inni es'aluka al-jannah wa a'udhu bika min an-nar. Që doa ka ditë kjo sahabiu, ka thonë o Allah, unë po ta lypi, po kërkoj për te xhenetin, edhe po lypi me mshtupi zjarr të xhenemit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është buzëqesh me këtë sahabiu, edhe i ka thonë wa nahnu hawlaha nudandin. Edhe na, edhe unë e Abu Bekri, radiallahu anhu, që i dim që to doa, kretë shka pojnë doa, po silë një rrëth që sa shka po thua ti. Es'aluka al-jannah, e lypë me gjennetin e Allahut, wa a'udhu bika min an-nar, edhe kërkojmë për Allah subhanahu wa taala më na mbrojt prej zjarrit të xhenemit. Qëllimi është se kretë veprat, ibadetet që i bojmë na, dikush bën ibadetet ndryshme, dikush bën ibadetet që janë më të njohura, sigurisht është namaz, agjërim e tjera, po kretë që bojmë na me veprat e tona, qëllimi janë vetëm dy fjalë: es'aluka al-jannah, lypi Allah për te me mbështje në xhennet, wa a'udhu bika min an-nar, edhe lypi me mbështje zjarrit të xhenemit. Kretë që punojmë na, kretë që mësojmë na, kretë që flasmi na, kretë që e bojmë për hir të Allahut subhanahu wa taala, është me lyp, me fitue xhenetin e Allahut, me na mbrojt Allah për zjarrin e xhenemit. Allahu subhanahu wa taala ka thënë në Kur'an: "Wa man zuhziha 'anil nar", kush shton për zjarrin e xhenemit, wa udkhila al-jannata, edhe hin xhennet, faqad faz,
ky ka fitue. Wa man zuhziha 'anil nar, ai që shton për zjarrin e xhenemit, wa udkhila al-jannata, edhe hin xhennet faqad faz. Ka shpëtu, ka fitu që ky. Ai që ka punuar në jetën e dunjos, sa ka pas mundësi, edhe e fiton xhenetin e Allah, e shton për zjarrin e xhenemit faqad faz, ka fitu. Komentatorët e Kur'anit këtë ajet e kanë dhënë dy komente. Komenti i parë: "Wa man zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz", kur shton për zjarrin e xhenemit ai në xhenet ka fitu. Kjo është komenti i parë për gjithë secili njeri. Për gjithë secili njeri që mundet me pështu për zjarrin e xhenemit ai në xhenet faqad faz ka fituar. Komenti i dytë i komentatorëve lidhe me këtë ajet është një person për cilën ka folur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe ato besoj se shumica e juve e keni ndëgjuar. Është i fundit i mromi që mundet me hyrë në xhennet. Thot pejgamberi alaihi wasallam në hadithin që transmeton Imam Buhariu e Imam Muslimi, thot pejgamberi sa i fundit që ka me hyrë në xhennet është një njeri i cili menzi ka pështu për zjarrin e xhenemit. Menzi ka kaluar urën e siratit. Një hap orzue, një hap uqu. Një hap orzu, një hap uqu ka ecë. Derisa kur ka dalë me një vend që se ka kalë më zjarrin e xhenemit, ka thonë elhamdulillahi alladhi najjani mink. Falënderimi ta kanë Allah që më ka pështuar prej teje, thot xhenemit. Kanë thonë komentatorët e Kur'anit, kjo është kuptimi: "Wa man zuhziha 'anil nar", kush pështon për zjarrin e xhenemit. Kush më rrin më largue me dalë me një vend që zjarri i xhenemit nuk e kap, kjo ka fituar. Tash ky njeri i fundit me nxjerrje ka lënë urën e siratit, e me nxjerrje pështon për zjarrin e xhenemit për vendit që ka kap, kur pështon për zjarrin e xhenemit thotë elhamdulillah, falënderimi ta kanë Allah, alladhi najjani mink, që më ka pështuar prej teje. Edhe ky e llogarit veten si njeriu më i lumtur në botë. Vetë se ka pështuar për zjarrin e xhenemit. Allah e veç me pështu për zjarrin e xhenemit është fitim i madh. E mos folmi për ata të cilët kanë mundësi me hyrë në xhennet. Veç me pështu mos me hyrë në xhenem është fitim i madh. E me hyrë në xhennet masanena, ato janë kret tjera mirësi begati që Allah subhanahu wa taala e probit vet. Masanena tregon pejgamberi për këtë robën që Allah e sprovon pastaj me një hije, me një pemë, me tjera, derisa shkon te dera e xhenetit, e sprovon me zonën e banorëve të xhenetit, dhe është në xhenet, edhe i thot hinë në xhenet hije sa 10 herë toka se ka pas këtë dynjë, e ai pastaj çuditet, Allah subhanahu wa taala thot hese, unë jam Allah, unë bëj çka dua. Qëllimi është se ai që shton për zjarrin e xhenemit, wa man zuhziha, ai që e shpëton veten për zjarrin e xhenemit, wa man zuhziha 'anil nar wa udkhila al-janna, edhe në xhenet faqad faz. Ai ka shpëtuar, ka fituar. Por se me shpëtuar realisht për zjarrin e xhenemit është e vështirë. Edhe me hije në xhenet për një me është e vështirë. Asa jemi të folë këtu, folmi pak më kallaj, folmi pak më lehtë. Ama kur të shkojsh me shku atje, atëherë është vështirë. Ja, si e juve dy shembuj veç. Në punë të dynjos, ai që ka mësuar në teori, ka mësuar disa gjëra, i fol shumë thjesht. Ama kur del në praktikë, shef që u kon pak më vështirë se çaja që ka mësuar. Ai që ka mësuar në teori, ka mësuar mirë. Ama kur të nis me punuar, e shef që dora nuk e punon që ashtu që e ke mësuar në teori. Kjo për çështjeve të dunjos. Ose kur flitet diçka, kur jetë i rahat, fol për një punë vështirë, thot gjithë secili e krye dhone, ama kur shkon te veni për me krye, është më vështirë. Se praktika gjithmonë është më vështirë se sa teoria. Kjo për çështjet e dunjos. Për çështjet e ahiretit është edhe më vështirë. Me thonë me përmend me pështu për zjarrin e xhenemit, kja bo laf, që qesë me na shumë thjesht. O Allah mbrona për zjarrin e xhenemit, dhe kur që kërkuna. O Allah shtina në xhenet, kur që kërkuna. Adhe disa jem të menua se xheneti është një shtallë e love, veç që mi thonë ti, shka e konë ti, muslimon, hen, ti shka e konë, a ka pas të vhit, a ka pas iman, a ka pas namaz, a u largua për i shirkut, a i ka plësua kushtet e imanit, a u largua për e vebra të cilat e prishin këtë iman, nuk është i interesua të nërme, se kanë bo fejt, fjallë, lafgoje,
Më kanë me një vend, një mejlis, i thoj keni huq njerëzve, gjematit aty të vjetëre, 3 gjemati përzim, shëre, vllazni, na në xhenet me hi kësmet krejt, po, kjo punë e kryme. Ama a dikush për para, dikush për mas, aja është qëtër mesela. Por në xhenet, na u bo punë e bitis me kjo punë. Allah nuk është mirë me i rejt njerëzit qështo. Nuk është mirë me i mashtru e njerëzit qështo. Shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, al-mubashirin bil janna, ata që i ka përgëzu Allahu subhanahu wa taala me xhennet për zgjallje. Masi ka vdek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kanë fal namaz natë, edhe janë fregue që nuk mund me jenë në xhennet. E kanë pyetur Abu Bekrin radhiyallahu anhu, e kanë pyetur Umar ibn al-Khattabin, e kanë pyetur Uthman ibn Affanin, e kanë pyetur Aliun radhiyallahu anhu, e kanë pyetur Talhan, e kanë pyetur Zubairin e tjerë, shumë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që i ka përgëzuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ju jeni banor xhennetit, se ju kanë gjallë. Masi ka vdek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i kanë pyetur pse po angazhoni ka shumë, kurse juve Allahu subhanahu wa taala ja ka garantuar xhennetin. Këta që kanë pas garancinë kanë thonë, ndoshta e kena pas garancinë nëse jena me qatë iman që na kanë kone pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Po nuk na ka dhënë me garanci sot devijojnë na mas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kërkush. As nuk ka dhënë na ka dhënë me garanci kërkush nëse fillojnë humbjet e devijimet, shka nuk i kanë kone pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ata në kanë shok pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Janë kanë pjesëtar të luftës Bedrit. Që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë hadith, Allahu subhanahu wa taala ka shikuar në zemrat e pjesëtarëve të Bedrit, edhe javë ka falë gjunat e kalume, edhe gjunat që ka vinë për mas. Megjithatë, pjesëtarët e Bedrit mos tepër më jënë për zjarrit të xhenemit, e jënë tu ta mujnë me hinë në xhennet ajo. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka përmend me emra filoni, është në xhennet. Të mos tepër më jënë për zjarrit të xhenemit, edhe kanë pas frikë se po hinë në xhennet. Zotën se gjithmonë njeri sa afrohet me vepra ka xheneti, ka frikë më shumë për xhenemit. Edhe tutët që su bëjnë xhennet, sa t'jen afër xhenemit me veprat e veta, mendon se ka me jenë xhennet, a është larg për xhenemit. Janë dy çështje të kundërta. Njeriu sa ngritet me ibadet, me vepra, me iman, me takvallak, me devotshmëri, ka frikë më tepër se po hinë xhenem, e ka frikë se s'po mundet me mri xhenetin, ai tjetri që hiç nuk i ka punë të xhenetit, i ka punë të xhenemit, mbështetet ato nuk më jenë xhenet, nuk ka frikë për zjarrin e xhenemit. Dhe kjo është edhe hadithi ose kuptimi i hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë besimtari, muslimani, gjunohon sa t'jen çfarë do gjunoj t'jen ai që i ka bë kundërshtim Allahu subhanahu wa taala, e shef sikur do mironi kodën kry. A munafiku që thotë, se kur gjo kjo, pendona mas kësajna, unë kam veprat mira, kjo pak e vogël, tjerë kanë gjunohë ma shumë se komune, për bëj që të gjunohë mas ne i bi pishman, këto e në cilësit munafikve. E këto e në cilësi njerëzve të cilët esin rrugës iblisit. E gjani iblisi e ka qua vllaznit e Jusufit alayhis salam, i ka qua me mytë pejgamberin e Allahut, edhe apet ju ka dhënë shpresë se ju jeni të mirë. Konflikti që ka ndodhur mes Jakubit e fëmijëve të vet, dashnia që i kishte Jakubi ndaj Jusufit më tepër, zilia që erdhi jetën e tjerëve, e ka pruar vllaznit e Jusufit deri me një vend që ai ka thonë iblisi, o kutulu Jusuf, mytne Jusufin alayhis salam. A utrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum, ose hupne dikon që në dikon që ka së në gjonë Jakubi alayhis salam, yakhlu lakum wajhu abikum, tani juve ju donë se s'ka kënë me dashtaj, e të kunu min ba'dihi qaumen salihin, pëndoheni dhe bërë njerëz mirë. A shifni, iblisi i jep fetva vllaznive të pejgamberëve, e djemve të pejgamberëve, se vllaznit e Jusufit janë djemë pejgamberëve, djemë të Jakubit alayhis salam. E vllaznit e Jusufit alayhis salam e kanë pru një fetva të qënditshme. Ajo fetva është për maslaha, që e njini shumë kove të fundit el maslaha, o el mafsede, el murgje, shumë e përdore, këtë ka maslahat, veç imanit e ata s'ka maslahat. Në thonë, shka dush me bo punë të kufrit, e shka dush me bo punë të gjënat, është maslahat, a nëse bon punë fetare dhe shka, që janë punë shumë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, te ata nuk është maslahat. Në thonë, loji e këtyrve njerëzve,
edhe më konë djemë pejgamberve, edhe më konë vllaznit pejgamberve, puna që e bojnë ata, ajo është punë fliqt. Që e kanë thonë ata? U kutullu Jusuf, mytë në Jusufin a.s. E pse me mytë Jusufin a.s. Arsyeja shkaku. Fetekunu min ba'dihi qauman salihin. Funit e keni mytë në njeri, pendoheni, Allah va pranën pendimin. Bëni gjuna, bëni kufër, bëni shirk, bëni mashtrime, hani haram, rreni, ato tjera çka duni, mas më pendoheni, Allah va pranën pendimin. A nuk ka thonë pejgamberi asam në hadithin kudsi se Allah subhanahu wa taala ka thonë, nëse robi jam vjen me gjinosa shku me adetit, pastaj vjen me pendim, Allah subhanahu wa taala fal, do të në çet mënyrë i bën çef veti. Do në çet mënyrë i bën çef veti. Hadithet të cilat kanë ardhur për faljen gjinove, kanë ardhur ai që i ka bërë gjinohat jo me qëllim. Para prakisht të i ditë faktet, të i ditë argumentet. Po ka arron njerin gjunata, shka me bo, pendohet, e falë Allah. Ama para prakisht të i ditë tekstet, argumentet që ka në Kur'an, e në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me bo devijimin, edhe devijim qashtrohen dhe sa me mbyt, edhe pejgamberi të Allah, ka të kunu min ba'dihi qauman salihin, mastaj pendoheni edhe bëni njerëz mirë. Shkaku, kanë thënë komentatorët e Kur'anit, pse Iblisi ja ka quqet ide vllaznive të Jusufit, a.s. janë dy. Arsyet janë dy. Arsyeja parë është me hip ta në pozitë, në autoritet. Në atë që nuk e meritojnë. Se më konë që e kishin meritue, Jakubi kish dashur këta ma shumë se sa Jusufit. Jakubi pejgamberi Allah nuk i ka bën zullum djemve të vet. Pse e ka dashur Jusufin a.s. më tepër? Për shkak diturisë që ka pas. Për shkak të dokatës që ka pas. Për shkak imanit që ka pas, për shkak të vlerave fetare që ka pas Jusufi, për shkak ka dashur Jakubi më shumë. Çfarë vendosh me bë këta vllazit e Jusufit, veç u vendosh me bë sikur po bëhet Jusufi, kish dash Jakubi këta. Po më bë këta sikur ka dash Jusufi, nuk bën. Se gjithmonë kur hin konflikti, edhe shef njëri me sy, se e vërteta është çashtu, i noti nuk e lën me shkuar, më bëhet kjo çashtu. Allah që ka ndodhur Jahudive, e ka ndodhur krishterëve, edhe kam ju ndodhur të tjerëve deri në ditën e Kiametit. Jahuditë dhe krishterët e kanë ditë pejgamberin Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Yastaftihuna 'ala alladhina kafaru. Dhe Allah subhanahu wa taala ata bile ka dhënë fetva çufarëve, jahuditë dhe krishterët ka dhënë fetva çufarëve, ka më na ardhur neve një pejgamber. Kur na vjen ai pejgamber, ai ka me ngrit fjalën e Allahut, ka me gjyku me sharia. Kështu ka thonë jahuditë e krishterët. Atina kanë besuar njerëz të mirë, e duhet me ndihmue. Ju kanë dhënë fetva qafirave, yastaftihuna 'ala alladhina kafaru. Për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kur ka ardhur pejgamberi sa? Por nuk ka ardhur aty nga jahudive, që kanë prit ata. As nuk ka ardhur për krishterëve që kanë prit ata, po Allah ka shkuar dikon tjetër. E hum yaqsimun rahmat Allah, ata e dojnë rahmetin e Allahut, Allahu që pejgamberin ku don, kur ka ardhur falamma ja'ahum ma arafu, thot Allah kur ka ardhur pejgamberi që e kanë ditë, e kanë njohur, kafarubi, e kanë mohuar, falanatullahi 'ala al-kafirin. Mallkimi e Allah subhanahu wa taala qof me ata që janë kufar. Por shkak se e kanë ditë vërtetën, edhe e kanë pritë se ka marrë një pejgamber, edhe kanë folë tjerëve se ka marrë një pejgamber, kur ka ardhur që e pejgamber e kanë mohuar. Edhe pjesëtarët të kësaj feje, këtij dini, e kanë ditë se Allah subhanahu wa taala ka më quajtur njerëz që kanë me ngritë fjalën e Allahut e sunetin e pejgamberit e saj. Edhe vetë kanë dhënë fatva edhe përpara se kanë me ardhur kohë që Allah ka më quajtur njerëz të cilët kanë me ngritë fjalën e Allahut e sunetin e pejgamberit e saj. Kur ju ka ardhur aty me kjo kohë, kafarubi, e kanë thënë ata janë khawarij, takfiriyin. Po çështë kanë bëjë auditë krishterët, ata s'kan bënë diçka tjetër. Auditë e krishterët në gjashtë me kanë bënë me çto që e bojnë tash njerëzit të cilët nuk janë të interesuar për shkak gjunave të veta, për shkak devimeve të veta, për shkak humbjeve të veta, nuk janë të interesuar, mu kthyet të gjykuarit sipas fjalës së Allahut e sipas sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Jo për diçka, por për shkak se ata janë të parë, të cilët duhet të hihen për mu drejtue sipas fjalës së Allahut e sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Por funi funit
Allahu subhanahu wa taala ka thënë Kur'an, gjithsesi rob, gjithsesi njeri është përgjegjës për veten e vet. Atëherë, na nuk kena qef me deviju kërkush, as nuk kena qef me një në xhenem kërkush me njerëzve. E lusim Allahun krejt me udhëzue. Na kemi qef me konkret musliman, po mos u zofshin kërkush hiç. Funit afet më mirë se me pështue vetë për vetën tonë, me hije në xhenet nuk ka. Krejt me hije në xhenem, ti me hije në xhenet ke fitue. Krejt me hije në xhenet, dynjoja, ti me hije në xhenem ke humbur, s'ke marrë përgjau. Allahu subhanahu wa taala ka thënë Kur'an, yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughni. Ditën e Kiametit, shoqënia, e vllaznia, e prind, e gratë dhe fëmijët kanë me ikë prej teje. Edhe ti ke me ikë prej tyre. Veç kë me këshyr punën tonë, fuli funit. Kush devion, mos e lidh me devimin e tyre. Kush nuk jetë sipas fjalëve të Allahut, rrugës pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ti mos e lidh veten për to. Ti lidh veten tonë me pështuar veten tonë, ku anfusakum. Të parën punë që ka prua Allahu në Kur'an, ka thënë pështoni veten e juve. E me pështuar veten është fitimi i madh, por se është e vështirë. Nuk është e lehtë. Në kohët e trazirave, në kohët fitneve, në kohët problemeve të mëdha, me pështuar robi veten e vet është e vështirë. Çish është rruga? Rruga është në një me boj sinqert me Allah subhanahu wa taala. Dhe kjo është baza, temeli. Wallahi kur gjë nuk vlen ajo që ful me na. As kur gjë nuk vlen ajo që shihni ju prej neve. As kur gjë nuk vlen ajo që shihni për të tjerëve, nëse në zemrat e tyre ose në zemrat e tona nuk është e rregullt me Allah subhanahu wa taala. Nëse ajo që kena në zemrat e tona nuk është në rregull me Allah subhanahu wa taala, ajo që ka paraqesme nuk është kur gjë hiç. Për këto pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë hadith, inna Allaha la yanzuru ila surikum. Allah subhanahu wa taala nuk shikon pamjet e juve, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Po Allah subhanahu wa taala këshir zemrat e juve edhe këshir veprat e juve. Atëherë çështja e parë është me rregulluar njetin, brendësinë tonë. Dhe Allah subhanahu wa taala ka thënë në Kur'an, balil insanu ala nafsihi basira. Gjithsesi i rob e di veten e vet, e njeh shumë mirë. Walau alqa ma'dhira, edhe pse ka lërë ka qef mi dhon fetva vetes për lehtësim. Ama në realitetin për në me, se çka ka në zemrën tonë e din ti. E çka ka në zemrën time e di une. E gjithë secili e din se çka ka në zemrën e vet. Walau alqa ma'dhira, edhe nëse don kanë herë me bë disa devijime. Ai që i bën devijimet e din se është devijuar. Edhe vllazni që ka ndosh me myt Jusufin e ka ditë se gabim. Edhe jahudit e krishterët që kanë pranuar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam e kanë ditë se gabim. Edhe ata të cilët nuk e ndihmojnë njerëzit të cilët e ngritin fjalën e Allahut e sunetit e pejgamberit e dinë që gabim. Nuk e din, ama i japin walau alqa ma'dhira, i japin arsyetim vetes vet. Çështja e parë është mos më dhon vetes arsyetim në atë që e din se nuk është ashtu. Po thuje që bëne punoje që ashtu qysh e din ti me njetin tonë, me zemrën tonë, me brendësinë tonë, për mësimeve që kemi në Kur'an e në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çështja e dytë që ndihmon në këtë rrugë, pasi që është plotësuar njeti, është me hek përtacin, me hek demërllakën. E kjo shumë e rëndësishme. Ka mundësi njeriu e ka rregulluar njetin e vet, ama nuk mundet me hek pengesat për me punua që ato që e ka rregulluar me njetë. Ose priton më shumë falën sama, se heret, ose priton më agjërua, se duket vështirë, ose i dhimet me dhonë sadaka e zeqat e tjera, për shkak se i dhimet molli, ose nëse lypet me lonë familje e pasuje tjera, nuk e pengon demërllaki, e pengon arsyeja e pavërtet, që nuk është e saktë. Për të çështja e dytë është me hek përtacin, me hek demërllakin. Çështja e tretë edhe fundit është me qitë çato vepra me cilat na ka urdhëruar neve Allahu subhanahu wa taala, e na ka ndaluar për të Allahu e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nëse Allahu subhanahu wa taala thot në një ajet, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Në xhennet keni me hije sipas punëve që keni bërë.
Nëse keni bërë punë të xhenetit, keni me hinë xhenet. Nëse keni punë të zjarmit, keni me hinë zjarm. Për këtë e lutim Allahu subhanahu wa taala që të na forcon ibadetet që kemi bën Ramazan e tjera, na i pranon inshallah. Ato dita që vijnë tash Ramazanit janë tepër të rëndësishme. Inshallah Allahu na forcon më vonë më të fortë se sa në fillim. Se Ramazani për çudi lyp vazhdimisht më shku të forcu, jo më shku të dobësue. A neve shpesh na ndodhe kundërta, në fillim jena më të fortë se sa në fund. Edhe këto ato jemi praktikisht. Në ditët e para të ravive i shenë gjamia mushët plot. Tu shku o ka nena, tu plot paksu, tu paksu. Interesant se fetarisht është tu shku dita tu rrish shpërblimi. Tash më mirë, më se vop, është me i mush gjamia të pi 10 ditëve e pi 15 ditëve të anena, se so këtu të para që në konë. Shpërblimet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam më shumë është angazhue prej gjysës e të mas, se so gjysa që në konë deri që nuk nuk këtu. Por ta neve në ka ardhë gjysa, e në ka me gjysën e tjetër, inshallah, Allah subhanahu wa ta'ala në forcot, më nëmë me dhonë kontribut të angazhim për fe, për mi pështu e vetët e juve, më largu për izamit gjahenemit, se pejgamberi sa më ka thonë, me nësa me jo me fi se vidillah, aj që e lejon e agjëran, një ditë për izat Zotit, Allah subhanahu wa ta'ala ja largon trupin e vetë, ftyrën e vetë, 70 vjetë në izamit gjahenemit, e lusim Allah subhanahu wa ta'ala që të në largon për izamit gjahenemit, asë mos të shoh me ata, asë mos të njim erën e tila, asë mos të njim zhurmen e ti. E lusim Allah në e falë gjinat, në e forësan, wa kullu qawli hadha, astaghfirullaha li wa lakum, astaghfiruhu li kulli dhanbin, innahu huwal ghafurur rahim.